Këtë javë, Spaku zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radh parë forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, atë që duke një parull e parealizueshme kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj. Një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurori të ri Klodian Brau i uroi ta çojë Spakun në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni nëse maskohet me statistikat nxjerra nga nthonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive e re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkeljet ligjit nga dosjet hetimore, për të cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. Kam shumë besim, se eksperienca e 6 viteve, arritjet e padiskutueshme, si dhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetkritik punën e deritanishme, mund ta çojnë Spakun në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot.